Mirë, është bashkuar me mua zonja Brisita Gjikondi. Zonja Gjikondi, mirë mbroma, kënaqësi që je me mua në Tirana Live. Mirë mbroma. Zonja Gjikondi, sot seanca plenare, siç edhe ti mund ta kesh vënë re, nuk kaloi pa debate mes majorancës dhe opozitës, seksa ajo që opozita theksoi ishte se vendin e nxin qeveria dhe jo Berisha në Bruksel, ndërsa Flamur Noka tha se zgjedhjet i humbi për shkak se SPAK dhe GKK janë me Edi Ramën. Por, si e keni lexuar ju një retorik të tillë politike? Po mendoj që parlamenti aktual e ka kryer punën e tij. Këto janë thjesht, unë kam përshtypjen se nuk i ndjek më njëri këto seanca parlamentare dhe them edhe për pjesën e majorancës, por edhe të opozitës. Sa është thjesht një show i lodhur, një mediokritet, edhe thjesht një mënyrë logorike të folurit, e mërzitshme, pa kuptim, e të zgjatur, e stërholluar, nuk kanë që a thonë më, nuk di që a mund të bëjnë më, edhe Noka, edhe gjitha grupi i zjarit që i quaj unë, që janë si Noka, nuk kanë më që a bëjnë. Pa tjetër që kështu do thonë, meri kej, sepse dhe zonja Tabaku kështë mbajtu të njëjtin ligjërim që... U bë pjesë e kësaj retorike, po thonet. Edhe sot kështë thënë të njëjtën gjë që problemin e ka majoranca, jo ne, jo Shqipëria njëtë si narkoshtet, për të ardhur keq, se kam thënë po këtu ke ju, para një jave që kur ambicia është më e madhe se morali, ajo është në të keq të një personi, se sa në të mirë. Dhe këtë e thoni pikërisht për zonjën Tabaku? Për zonjën Tabaku e them, e cila... me sa duket, Valle Antropojës që e nisi për dilindjen e Berishës, nuk e ka hequr akoma shamin, vazhdon ta luaj duke hedhur dëm të gjithë imazhin që kishte krijuar ose edhe ato rezultate që kishte arritur të krijonte me personalitetin e saj, personaliteti i cili nuk ka pas nevojë për tutor, aq më tepër për një tutor si Berisha. Dikush do thoshte që dorëheqja e munguar e Berishës është si kosto për humbje të Partisë Demokratike dhe kjo forcë politike nuk duhet të jetë një trashëgimi familjare e Berishës. Ju çfarë mendoni? Nuk besoj se do jetë trashëgimi familjare. Ne e pam që dhe djalë dhe vajza e zotit Berisha, pavarësisht se vajza u afrua përpara rreth 6 muajsh, ndoshta ndjeu skërmitjen e dhëmbëve të personave që mund të adhurojnë dhe të adhurojnë Berishën, po jo familjen e tij. Për sa kohë nuk i futi as në zgjedhje, sidomos vajzën, sepse djali, me sa shikoj ose me sa kuptohet, ka dhe ai hesape për të patur me drejtësinë. E bia, për sa kohë ka dhe burri në arrest shtëpie, edhe familjarisht janë infektuar nga gjithë çështjet e korrupsionit, nuk e shikoj që mund të ketë trashëgimi familjare. Por, zonja Gjikondi, mendoni ju se do ketë lëvizje të forta brenda Partisë Demokratike për të kërkuar dorëheqjen e Berishës, pra që ai të detyrohet për të respektuar statusin e Partisë Demokratike, Nenin Basha, që ai vetë e ka vendosur. Kush mendoni nga ana tjetër se mund ta bëj një gjë të tillë, apo ndoshta tashmë është tepër vonë që një forcë politike si Partia Demokratike të arritë të krijojë frym brenda saj, apo ndoshta edhe të kthehet në një alternativë për qytetarët? Nuk besoj se ka njerëz me nerv, me integritet dhe me moral afër Berishës. Dhe për sa kohë është gjallë Berisha, nuk besoj se mund të kemi në një risi. Ai është kujdesur maksimalisht që edhe lista e deputetëve që kanë dalë për në zgjedhjet 2025 për muajin shtator të jenë njerëz pa integritet, pa dinjitet dhe njerëz të rehatshëm për të tërhequr ky përhundje, për të tërhequr zvarr. Nuk besoj do kemi asnjë surprizë në atë PD, është thjesht një forcë politike në kalbëzim total moral, që ka marrë nurin edhe hijen e Berishës, dhe nga ai mulli nuk presim, dhe me atë miell nuk pres të bëhet një bukere. Jam e bindur që nuk do kemi asnjë risi, është për të ardhur keq në fakt, sepse i bie që të gjithë shqiptarët, jo vetëm ata që kanë votuar për majorancën, por edhe ata që kanë votuar për majorancën, kanë edhe ata sugjerime dhe vërtetët e tyre ndaj kësaj majorance, do donin të kishin një forcë politike që të bëhej zëri dhe mbrojtësi tyre përballë shumë interesave që ata kanë.
por me sa shikojmë, politika shqiptare nuk është në funksionin e saj të plot, po flas për të dy krahët dhe për mazhorancën për opozitën, për të përfaqësuar interesat reale të shqiptarëve. Më shumë kanë një agjendë personale si forca politike dhe majta dhe e djatha, megjithëse të majta dhe djatha nuk ka më, por se sa të përfaqësojnë vërtet interesat direkt të shqiptarëve. Kanë një agjendë të tyre, kanë një vetë vendosje, kanë një vetë delir, që e din ata çfarë duhet, çfarë ligji aprovohet, çfarë bëhet, çfarë s'bëhet. Kjo nuk po ndodh vetëm në Shqipëri, në fakt është një krizë në të gjithë botën që politika dhe klasa politike është e shkputur nga interesat reale të njerëzve. Por çfarë mendoni ju se mund të sjellë shtatori për mazhorancën? Mendoni se do ketë ndryshime në qeveri dhe nga ana tjetër si e shikoni ju garën për zgjedhjet lokale, ku Tirana sigurisht është më e rëndësishme, ofertat apo mundësitë e kandidatëve, si nga mazhoranca, ashtu dhe nga opozita. Të paktën ofertat e para nga ana e opozitës kanë nisur. Agron Sheaj ka hedhur së fundmi gurin e parë ku thotë që në qoftë se do jetë ai kandidati i Partisë Demokratike për kryetar bashkie, atëherë kjo gjë mund të afronte me Berishën. Tani janë disa qytete që do bëhen zgjedhjet lokale. Unë mendoj që Tirana është kryesorja edhe është faktikisht është aty ku është selia e qeverisë, institucioneve kryesore, ku është përqendrimi më i madh i shqiptarëve dhe vërtet ka shumë rëndësish, metropoli është pasaporta e Shqipërisë, Tirana. Unë mendoj që është mes zotit Gonxhe dhe zonjës Balluku, mund të ketë një personazh tjetër nga shoqëria civile, nga aktivizmi që mund të ketë interes, por mendoj që... Pra dy emrat e kandidatëve të mundshëm nga mazhoranca, mendoni zonjën Balluku, zëvendës kryeministrën dhe zotin Gonxhe, sepse mendoj që edhe për shkak të meritave dhe të performancës që patën në zgjedhjet e fundit parlamentare, besoj se nuk do ishte çudi që duke që kanë dhënë provat që dinë si bëhet dhe dinë si përvetësohen vota dhe dinë si realizohen konkretisht projekte të ndryshme, ndash në infrastrukturë, ndash dhe performanca e zotit Gonxhe ne e dim që ka qenë edhe ajo e lartë, kanë përshtypjen se kanë të drejtën morale të kërkojnë ta kenë atë si pozicion. Mendoj që patjetër Tirana do të ketë një administrator shumë të mirë, zoti Rama do të ketë nxjerrë mësime nga gjithçka çfarë ka ndodhur, pavarësisht se ai ka një mënyrë paksa arrogante të reaguar, mendoj që të gjitha problemet që ka pasur me drejtësinë deri tani duhet ta bëjnë që të reflektojë, të jetë më me këmbë në tokë, edhe të jetë më i përulur përballë shqiptarëve, sidomos në komunikim. Nuk ka asnjë të keqe të pranosh edhe gabimet ose mirëbesimin që ke dhënë ndaj personave që ta kanë kthyer në mënyrë të gabuar atë mirëbesim ose investim që ke bërë. Nuk mund të vazhdohet më me tezën fajesh personal, besoj se zoti Rama duhet filloj të shikoj ndryshe të gjithë qasjen e qeverisë në shtator, edhe gjithë pozicioneve që do shpërndaj, duke mos bërë qoka, po duke dhënë merita. Po nga ana e opozitës, si e shikoni garën lokale? Unë mendoj që nuk do ketë fare garë, përsa zoti Berisha dhe tabakun me shamin e saj të Valls Ropojës, por edhe këtë doktorin e famshëm. Është nga emrat. Po, është oportunist, është një djalë oportunist, një djalë pa palë kurizore. Personalisht nuk e të shmoj, sepse o mendoj që politika do moral, do integritet, do edhe pozicionim, qoftë edhe duke krijuar armiq, qoftë edhe por rëndësi ka ti jesh në rregull me veten tënde, me morali, me vërtetësinë. Që ka me që thotë, votat mi vodhi PS-ja dhe Rama, ndërkohë gjithë komisionerët me mira komisioner të Partisë Demokratike në gjithë Shqipërinë nuk kanë shkruar asnjë rrjesh në procedet verbale të tyre për vjedhje votash, për shkelje ose për falsifikime ose për abuzime, për tren bullgare, tren e tjerë. Kjo është gjithashtu një hipokrizi dhe një teatr i shëmtuar. Në fakt ka dalë kundërta brenda kandidatëve demokratë, sepse... Po pra, edhe prandaj e them që Berisha absolutisht votat janë vjedhur mes brenda lloj. Brenda lloj dhe biles do shikojmë që Berisha e ka lënë të lirë në thonjza të shqyer me njëri tjetrin, edhe nuk besoj fare se Berisha ka ambicie për të vënë dikë që të fitojë Tiranën. Berisha çuditet që mori dhe kaq deputet sa mori. Ai nuk do të bëhet as doktori, as tabaku,
aq më pak agron shëja që s'ja ka besën. Po atëherë me këtë logjik që thoni ju që doktori nuk e ka ambicje dhe do vërë një person që nuk e fiton Tiranën, me shumë gjasa mund t'jetë Flamur Noka. Po çfarë s'bën vaki Noka, Albana Vokshi, kamikaz s'do njerëz me integritet. Zonja Gjikondi, ishte kënaqësi që ishit me mua në Tirana Live. Faleminderit ju.